Si me dush këtë zemrë, se kom knu këtë kongë 700 herë me knu brenda ditës nuk më buhet vajat, kështu që faleminderit shumë për këtë kongë kaq të bukur, Zotrina e Mabazi. Ti ma ke bu kongën, ti ma ke shkruaj tekstin, orkestrimin e ka bërë Fatos Canolli, që e falenderoj pafundësisht. Zonja dhe Zotrini ka të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në shohë spektaklin tonë dhe fjuajën në Odeon, mirë mbrëma na em. Mirë mbrëma mirë. Kogja fula. Ha? U mirë, kogja slash, për një moment, bune me folë. Mbeta të prish. Mirë mama të gjitha, mirë mama Kosovë, mirë mama Shqiptar, kudo që të jeni, e nga të që të jeni. E po s'ka më bukur se që do të shtu në mbrëmje dhe të dielën e mëngjes, ti përshëndesish shqiptarët, kudo që janë e botë. Dhe s'ka më mirë se kur merë reagime prej të gjitha atyre. Me bëri përshtypje, një ditë më mori njerin nga Australia dhe më reagoj për një musafir. Sa e mlumë të rru që e kam pa aty dhe gjë shumë e bukur. Nuk do të thotë se mund të ta ketë parë në transmitim, por e ka pa në YouTube, po. E rëndësishme është që marrim reagime të këtilla gjithandej për spektaklin tuaj, për Odeonin që shkon në radio televizionin një dhe të një. E jemi bashkë me sfondin prapa që është jashtëzakonshëm, është Prishtina ime. Po ta duash dashurin, eja në Prishtin. Edhe vërtet eja në Prishtinën e bukur. Në të cilën të javë u mbajtën në zgjedhje, jo vetëm në Prishtinë, në gjithë Kosovën, zgjedhje të jashtëzakonshme, po zgjedhje të zakonshme, të mira, me qetësi, pa probleme, dhe kjo është absolutisht një rrëfim shumë i bukur, një tregim se neve jemi civilizuar, edhe kemi civilizim. E kemi vesh një hall të vogël. Disa që i kanë zonë venet atje, po edhe i kanë zonë venet, e s'ka që i hjek, se i kanë zonë mirë, e kanë strukturu vetën me ata që i pasojnë, dhe ti habitësh që një akademik, një profesor, një doktor nuk votohet dhe votohet, s'ka rëndësi, dikush që habitësh që si votohet. Si do që tjetë është mirë, tash porosi e keni. Në emër të popullit të Kosovës, merru një vesh, formoni institucionet të Kosovës, dhe të ecim tutje e të punojmë. Një me të kemi orar që nga mëngjezi e deri në mëngjezin tjetër, se ka dhe ndrimi të rritë. Duam shtetë, duam institucione. Po, institucione i qove dy gishtat, kalzove që jeme LDK-n. Hajde lidhja. Nuk është e vërtet, unë jam apartioke, po në zgjidhje, a me kaldu që ajo m'dala si m'dala? Po, të gjithë kështu po thonë, jam apartijak, jam apartijake, jam një pavarur, kur del atje, desh na myt në emët një partije. Si do që tjetë, ne ecim tutje. Sot të themi shumë qatë bukur, në spektaklin tuaj, në spektaklin tonë. Këtu në sheshin e fjales e mire, këngës e bukur, me këtë skenografi tër glamur. Dhe, sigurisht, për këtë glamurozitet dhe për këtë spektakl, të cilin e realizojmë bashkë, jemi autor dhe kreator, edhe ju që jeni këtej, edhe para kuintave, edhe prapa kuintave, edhe sponsorët tanë, edhe spektatori ynë, edhe telespektatori ynë, të gjithë së bashku, meritojnë një doar të ty këtë marë. Kështë ka vesh më i ty qëtë? Kjo puna e veshjes time është shumë interesant, sepse është një faqe në Instagram që e gjeni Start Fashion Shopping, ose hyni në Instagramin tim, përmes meje e gjeni atë faqe që gjeni kostume shumë të bukra edhe të mira, por edhe të përshtatshme me çmimin e standardit tonë në Kosovë. Kështu që ja u sugjeroj edhe vizitojeni faqen Start Fashion Shopping. Këtë në e dhëni të gjithë që u në vishën vetë, kërë bukurin tim është për kujdes vetë zoti. Kujdes nga dhënë për qimë, që ti për mund, ti me mu. Pa humbur kose do të kemi shumë qatë bukur, do të kemi musafir tepër të veçantë, që nuk lidhen ma me zgjedhjet, tash jemi tamam në spektaklin tonë. Por, fillimisht le të vinë ato që na sjellin gaz e humor përmes satires, alegorisë, e humorit të tyre, artistët e humorit, Dada Hyr dhe Kunja!
Bo qashtu se bihrijes dhja din ti. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Teuta, happy birthday to you. Morime për ty, dada hyrë, morime për ty. Faleminderit shumë. Urime, sa vjetë i kina bo s'kallzojnë. Po na kallzojnë, apo sa mirë. Faleminderit shumë, dhe njerë, shumë faleminderit për urimet që po mirë. 120 me neve të najna po vazhdojnë. Ha bre shuva, e tu visha, e tu ndriqa, e tu bona të sokër. Dhe isha me donë sheher, thash oj hyrë, e thira, hajde më i me mu, dolim se kom i bled diqka, tha e kom orë penzin, hajde merëm, shkojna bashka. E shkova, e mora shkum që atje me një qendër dikon. Interesant, si kena hi aty, ishte një dugoj e re. Ajo dugoja shkrujke mal nga Turqia, Egjipti edhe Dubai. Thash tyve pa hi nuk e la. E ti mrana kur po këshyrim. Plat dugoja rrush. Mrana po ne keni qik, ajo shqiptare, e bukur shëshëm. Edhe një bur, a i buri huji po dike ka pak shqip. U afrova thash ta blejna i bluza dhe na i diçka. Kura i tha zoj, tha, të na tha nuk janë tha me numra. Të senet. Po të në kohën ajo shtrigave që keshke. Kura vërt janë i zapet të më zgërdi hi edhe që i vetën e vizatu me Nike edhe i ka. Thash po, qysh i keni pra, hajt kallëzëm. Tha po, tha për shamu, tha numri, tha XX, tha të na rritu. Tha S është e vogël. E më tha tamën, L tha shumë e madhe, XL tha mashallah, tha shë XXL, tha XXL është ty bej arabi. Kështë bra, jo, pida, të mbuni nervëz, so që zdita që mi thonë, e ti këthena thashi sholat kruhën atë vetlat vizatun e të vinë tuk, tlak. E prej notit të ka pa një peshore, tak, thash që ta po du me marë, kuraj, zoj, ajo thash shumë efikase, tha se asa nuk ka, tha, është tha pa numra, tha dhe pa stres, tha se qyrsa me slika, e të ka pe qita në tokë hypa në ta, pe këshyri, thash pe marë, thash se deri tash pas në mri, veç deri të lupa. Kur të mri telefonti du mja një seriosisht gjithën. O, e dhuni dishta me mborat atë fshisën që po fshin vetë. Po. Thash ta marë kur më ronë men, thash na sheton dhe të nejtë, rinëva jo. Po. Që në nisë të marrë jetë, edhe buri po më thotë po arë gjallë shumë. Po tja. Dina du të më tha. Tha, oj gru, tha, që je normal. Shë. Kone, qysh, për sërit e, ti gru nuk je normal. Por në, hajt edhe njëherë, hajt, për sërit e, apo të një mirë, tha, o, ti s'je normal. Thash, ti je normal, thash që je ngën, thash një gru, e ja zbaton urdhrat grus abnormal. Mu burri janë, po më tha, zemër tha, shkencëtarë të kanë vërtetu, tha, që burrat ta mrena ditës i përdorin 10.000 fjallë. Shete. Po, tha e grata rreth 20.000 dikon. Që? Po, e këshyra. Allahin, thash mire kanë. Thash normal që ashtu, kur na duhet juve tru thadve, ka 2 herë mja unë përsërit senet. Që aty është problemi. U këthim thaur, no?
Edhe një herë. Po dhe 2 herë duja përsërit, jë 20.000, po 30.000 ma shumë. Unë e këti temit. I këthina pjaba, ja i zemër, amshallah, hilën a i herë hëndër. A ju, është pse ju, ta se so herë tha du me ra, tha e kënëja jetin, ta para se më mëzonë gjumi më mrujt për i shejtanit. Ja dhe më qa bon, që mas miri bonë një postim. Thuj, po e jepi burin falas, pe fali burin. E shkrun, me hargjun nuk hargjën. Po asë në vysh, sen zvysh. Po nënë vështë dhe sa të livdajsh. Edhe mas nej për njëherë vetë shkrukët. Edhe shkruje bonus. Din me rejt edhe pa e vetë hish kur gjo. Bash njëj si buriem. Po që jo pas ke mari noti këtë në bura vëtun. Më ja e me nën të ardhën me ta aja i najsen. Juzi. Aj do si jëtë getë e thët. E ardhmja i takon ati që e qënjëros të keqen dhe e mbjell dashurin. Shëti, i meqëm. Se në rangë dhe kundet. Në spektaklin tonë, në sheshin e fjales e mirë, e këngës e bukur këtu në Odon, në radio televizionin 21. Për çdo javë kemi personazhe nga më të ndryshmit që vijnë nga i gjithë globi toksor. Janë shqiptarë të suksesshëm gjithandej. Drita e syve nuk ka çmim. Shikimi është mrekullia më e heshtur që si një dhuratë nga më sublimet na ka falë Zoti, natyra. Ka njerëz që kujdesen për këtë, e mirëmbajnë atë, e rikthejnë atë në momente të caktuara. Ata janë profesionistë të rrallë, një të tillë kemi ne shqiptarët. Ishte folur për të gjithandej dhe të gjithë pyestin, po kush është ai? Dhe ai sonte është mysafiri yni në spektaklin tuaj Odeon. Vjen për të na sjellë përvojën e tij, për të na sjellë gjithçka nga dituria, nga të arriturat shkencore në këtë drejtim. Zonja Zotri për ju, për ne, për të gjithë, profesor, asistent, doktor Ilir Osmani. Profesor, do të aktoj një kjeshtuen, edhe një kjeshtunën, një njeri që unë e bëj 24 në 24 me të, e që do ta bëjmë ndryshe këtë bisedë sonte. Zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, Mihri e Braha! Ndora dhe knaqësi edhe për mua sonte, për që jam me ju. Dhe zonja Zotri, jam shumë e lumtur që e njoh edhe si një. Faleminderit marrën për smisë. Profesor, mirë se erdhe, të lutëm. Mirë se gjeta. Hej, është mrekulli që t'jemi musafir. Të bilet kam prit gjatë. Po e vërtet. Dhe, ja, sonte jemi këtu bashkë, në spektaklin Odeon, kanë kalu zgjedhjet, tash flasim për jetën, për përbajtjen e saj, për ngritjen e kualitetit të jetës së njeriut, të jetës tonë. Edhe ju jeni nga ata autorët, e kreatorët, edhe njerëzit që vërtet njerëzit i bëni të lumtur me punën tuaj, me profesionin tuaj. Doktor Ilir Osmani, kënaqësi që të kam musafir. Faleminderit, më vjen mirë edhe mua që janë me së Kemi mendu me bos sonte ndryshe bisedën, sepse Mihria po shesh shumë. Nuk i kisha pas dit, plot gjëra nuk i kish pa ma herët. Kur i thash se do ta kemi profesorin e ndëruar musafir, jo tha, këtë javë ka me marrë pjesë, se kjo gjithmonë bashkë drejton me mua, po tha ka me marrë pjesë në të drejtuarit e emisionit bashkë me ty, sepse kam përvoja në këtë drejtim. Na në Odeon presim gjithmonë kemi musafir, kemi
politikaj, kemi sportist, kemi ekonomist, kemi doktor, kemi profesor. Mbi të gjitha, më të rëndësishmit edhe populli dëgjon shumë kur flasin doktorat, profesorat, njerëzit që kanë çka me folë, çka me thonë. Dhe për me vazhdu bisedën me juve, unë po dua që nga regjia ta ndjekim pak një dokumentar të shkurt. Dokumentari të shkurt i cili na flet se në realitet kush është profesor, asistent, doktor Ilir Osmani. A ndjekim bashkë? E ndjekim bashkë. Syri është unik, një kombinim interesant i anatomisë, i shkencës dhe ashtu lindi. Operimi i parë, dynet pa gjumë, derisa vjen pacienti në kontroll. Është një emocion i veçantë, i paharrueshëm. Më duket që unë kam pas fate për frikë. Ne jemi përpara objektit të klinikës së syve në Shkop. Këtu e kam filluar specializimin dhe kam realizuar operimin e parë. Besoj atëherë ka qenë edhe më vështirë se kam qenë specializant. Kur jam specializuar mendon vetëm se si të fillosh të operosh, po është një rrugë interesante. Këtu është pjesa e ambulantës. Ambulantën e kemi thirrë si rudnik apo minier. Arsyeja se kur jemi afruar atje, ka pas shumë pacient që kanë prit, terë është pa dritë, plot me pacienta, nuk ka dritë edhe duhet punosh. Ajo që është interesant që dhe sot i kisha disa operime, i bën me mire operime, se më është rutinë, një operim i njëjtë kushtimisht, po çdo operim është i veçantë, çdo pacient është custom, është i veçantë dhe ka përgjegjësinë e vet. Mënyra më e mirë është komunikimi i sinqert, edhe i drejt për drejt, empatia që na mungon në përgjithësi. Nga njeri thome kolegëve të mi se kohën më të madhe e kaloj në ambulant, në spjegim, se sa gjatë operimit. E në operimet kryesisht janë më të shpejta, ai besimi kur krijohet, spjegimi i gjendjes dhe rrjedhja e në operacion, po dhe smundjes duan shumë rol. Po bëjmë gati 15 vite prej themelimit të sistemës dhe kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm prej fillimit. Këtu i kam fillimet e mia në oftalmologji dhe i kam bërë gati 20 vite. Më them që jam jashtëzakonisht falënderues, prej fillimit kanë qenë shumë mikpritës, ka qenë një bashkëpunim perfekt, shumë i mirë në çdo aspekt. Ishte kohët Covidit dhe erdhi momenti të operon printe mi. I pari baba im kishte katararit dhe pas një analize të gjatë vendosa ta operoj unë. Dhe operova njëkohësisht në të dy sytë që shumë rrallë kirurgë bëjnë atë. Pas operimit kur janë të nesërmen e thiri mentorin tim që kisha profesor Gabriçi. Profesor e operova babain tim me të dy sytë. Pa një disa sekonda nuk ma kthen, thot okej, në rregull, tash në mesin e kirurgëve të rrallë, të cilët kanë besim vete, po dhe të kurajo të operojnë në printe vet. Nuk kalojnë duke një 5-6 muaj, dhe kishte nëna ime nevojë për operim. Edhe atë operova unë, edhe pse nuk ishte ideja, dhe kur e thira profesorin prap, ashtu gjatë bisedën profesor, e kam operuar dhe nënën time në dy sytë. Ai u ndal një moment edhe ma kthej një përgjigje të cilën nuk mund ta them, po shumica e njerëzve që e njohin ato e dinë çka ka mund të tha. Dolëm herën tjetër. Kjo është vendi ku i kam përfunduar studimet e doktoraturës në lëmin e oftalmologjisë. Tema ime në doktoraturë ka qenë pikërisht lloji apo të krahasimi i thjerëzave multifokale dhe të kualiteti jetës së pacientëve pas implantimit të tyre. Pacienti pra ka qëndruar në spital them ashtu një javë, po 7 ditë, tani qëndron 10 deri në 15 minuta. Tani me tezet e reja multifokale pacienti pra pron katarakt dhe nuk mban më syze, as larg, as afër, as mesëm. Dhe kjo është një ndikon në kualitetin dhe në cilësinë e jetës së pacientit. Thjerza për mua është ç'them, jep dritë,
jep shikim dhe jep kvalitet shumë të mirë të jetës. Kur vazhdova specializimin në Shkup, gjithmonë dëshira ka mosshme ka qenë të kthehem një ditë në Prishtinë. Pra ishte një ide, një plan, një realizuam gradualisht dhe në fund arritëm aty. Dëshiroj që atë përvoj ta përkthej këtu, ta realizoj këtu, emocionalisht është okej, jam në mesin e familjes dhe shokëve. Oftalmologjia 10-15 vitet e fundit është transformuar rrënjësisht. Zhvillimi i teknologjisë e ka mundësuar që të ndron mjekimi dhe paradigma e mjekimit në oftalmologji. Mënyra e mjekimit, shpejtësia e rekuperimit dhe shërimit është amazing të vitës sa është ndëruar. Dora e kirurgët është kryesore. Teknologjia ta mundëson, të ndihmon, po dora e kirurgët është kryesore. Fokusin kryesor është në kirurgjin vitro retinale, por është retina është pjesa ku ndihem në komfort, komod dhe ku e punoj me kënaqësi të madhe, gjithashtu edhe kirurgjinë e kataraktës. Kryesisht materialet janë premium, thamë të teknologjia e fundit, aty nuk ka kompromis, se aty varen edhe rezultatet dhe siguria e pacientit. Kryf është një standard i lartë, premium, në mjekimin e syrit dhe në sigurinë e pacientëve. Asnjë kompromis nuk kemi bërë në pajisje, në materiale dhe në staf. Në radhë të parë familjes, mentorëve të mi dhe kuptohet pacientëve të mi që më kanë përsjell edhe atje, edhe këto në gjithë këtë rrugëtem. Është vështirë të përshkruhet ndjenja se si është kur vjen një pacient i cili nuk sheh. Dhe të nesërmën, kur fillon të sheh, ato ndoshta më së miri për shumë vetëm pacientët, po është pa përshkrueshme, ndoshta është ai momenti kulmor kur e ndim veten i mbushur me krenari, ndoshta një kënaqësi e papërshkrueshme. Është mbyllja e një misioni, ndoshta edhe thirrje son si oftalmolog. Profesorin Derun faleminderit shumë, mësuam diçka se kush është profesori nderuar. Një njeri që më falë që po ta them ndoshta po të kursej nga modestia se e tham unë. Para shumë vitësh dëgjoja edhe flisnin doktor Ilir Osmani, bile doktor Iliri, një doktor Ilirin, dërmon të banë doktor Iliri më në bënë këtë dhe doja të ju njihja, një familje mike jonja solli vajzën e tyre, e cila pati shumë sukses, dhe kurse Mihria tha, unë nuk jam të pa mirë, edhe unë nisëm edhe të njohem, dhe jam shumë i lumtur që kemi njoftë kështu. Si pyetje do t'ishte, kur e kuptove që kjo do t'ishte thirrja juaj e jetës? Ky profesion. Ky profesion, po. Shikoni, zakonisht gjatë studimeve, fillojmë me mësu lëndët, organizmin e njeriut, dhe pastaj gjatë asaj periudhe, diçka të mbetet që të rrek më tepër të ashtu, dhe ishte syrja një organ i vogël i cili filloi të ma çojë kurreshtin të ashtu. Gjatë mësimit të oftalmologjisë. Kështu realisht filloi, a? Po, kështu realisht filloi, ishte fillimet e para. Po, a ishte mjekësia ëndra femerisë së doktorit? Po, mund të them se po, ne si fëmijë, atëherë të ashtu nxënësit e mirë zakonisht kanë shkuar në mjekësi dhe ne si fëmijë i vogël ashtu duke lexuar edhe libra, të ashtu një kohë të gjatë, edhe të mbetet ajo mantili i bardhë dhe si thirrje dhe u dashurova dhe prej shkollës mesme, të ashtu e kam të përfunduar dhe shkollën e mesme të mjekësisë dhe ashtu filloi rrugtimi në mjekësi. Po bën dorë, a mos qëtu? Po, këtu afër. Bashkë këtu. Te Ali Sokoli. Shkollën e mjekësisë në Prishtinë. Ali Sokoli në Prishtinë. Cili drejtim?
mjekësi përgjithshme. Mjekësinë e përgjithshme. Po. Mjekësinë e përgjithshme. Po pse zgjodhe pikërisht syrin? Tema ashtu gjatë, kur fillova të mësoj tema ashtu të përvimin e oftalmologjisë, dhe ashtu ishte një organ interesant, e thyen dritën, pastaj shikimi afër larg dhe më lindi një dashuri tema ashtu edhe fillova rrugtimin. E zgjodhe. E zgjolla, po. Profesor Doktor Ilir Osmani, kush të frymëzoi më shumë gjatë këtij rrugtimi? Po them ashtu ndoshta pak profesorët e tanë që ishin, që na mbjellin dashurinë them ashtu për mjekësi, dhe normal pacientët të kënaqur dhe pacientët pas operimit dhe shikimi i njeriut. Fakultetin e mbarove në Prishtinë? Fakultetin Prishtinë, po, dhe specializimin e vazhdova në Shkup. Në Shkup. Po, përveç Shkupit ke lëviz gjithandej në specializime, subspecializime. Gjatë specializimit në Shkup, pastaj fillova normal të shkoj edhe në vende tjera, po kryesisht më shpesh në Zagreb, në klinikën universitare Svietlos, të profesor Gabrici, cili ka qenë mentorimi prej filleve të para deri ditët e sotme. Tashi, do rënë zemër një student me shumë ëndra, me shumë dashuri, me shumë pasion, po shkon në specializim, shpejt në specializim, sikur doli emri juaj. Dhe kur të kërkonin gjithandej, si t'ingllon të kjo, si të dukej? Po është, them është interesant, unë isha, them është kosovari i parë, i cili fillova specializimin në Shkup pas një periudhe, them ashtu, pas pavarësimit, dhe atje në klinikë preshin se kush do vjen, them atje, dhe pas një kohë fillova të punoj atje me kolegë, pas edhe pacientët tanë që veshin është një shqiptar, dhe ashtu filloj, them ashtu, të ndëgjohet për mua, nëse mund të them ashtu. Kjo është mrekulli që u bëre i famshëm, vërtet, edhe të kërkonin gjithandej, edhe ka momente interesante që do t'i bashkë diskutojmë, po pasaj punë shumë e madhe, në përkushtimi madhe, po dhe punë e madhe në... Po, punë e madhe në klinika, ashtu është edhe në dokumentar, ku e pushua të vitet e para të specializimit, ne ambulatët i kemi thirrur si miniera, pra ku ashtu vazhdimisht kemi punuar dhe zakonisht ne edhe kontrollet që bëjmë, edhe në zonja Mihria dhe ju, se është bëjmë me pak dritë, them ashtu në hapësira me terë, që të shifet syri më mirë. Dhe ne e kena thirrat si minier apo si rudnik, them atje, ishte një përkushtim edhe pastaj vazhdimi asaj pune shkoj edhe në punë kur e fillova. Kemi me folë shumë për punën tuaj, sonte për fatë mirë kemi edhe xhirime që e dëshmojnë atë, të suksesin edhe mbi të gjitha realizimin tuaj edhe profesionale, akademik, që është shumë e rëndësishme, se t'jeni profesor, doktor, dhe ju ligjeroni? Po, ligjeroj lëndën e oftalmologjisë në Universitetin e Tetovës, për që të 2 vite atë jam pa. Në universitetin tonë të dytë, që e kishim prit atë shumë vite. Kur studioje këtu, se ke menduar që një ditë do shkoje në... Jo, asnjëherë. Sa sakrifica kërkon ky profesion, doktor? Edhin është si klishe, po vërtet kërkon sakrificë, bashkë dje kisha një operacion të vështirë, them ashtu të rëndë, edhe përkundër asaj që kam bërë me mira operime të ngjashme, po prapë çdo operacion është i veçantë, edhe është specifik them ashtu, dhe kërkon sakrificë, përkushtim edhe mirëkuptim, edhe nga familja, po edhe nga rrethi i gjerë, po. Çfarë ka humbur Iliri nga profesioni? Për shkak të profesionit. Për shkak të profesionit. Shiko, gjatë në them kohën tanë, kur kemi mësu vërtet, kushton kur fillom specializimin dhe mërë fati të njoftohem me përmenda mentorin tim profesor Gabricin, edhe ne unë qëndresha gati tërë ditën në ambulant, edhe a i thot, shiko, specializantët në Amerikë punojnë 139 orë në javë.
Edhe unë e morë 139 orë në javë, pa e analizuar se sa realisht për 5 ditë është ajo kohë, edhe kur ndalëshme me nduhu, ajo është gati të kërkon shumë. Po të kërkon përkushtim, edhe normal duhet është vështirë të ndash aq kohë, po besoj që në çdo profesion, nëse nuk përkushtosh sa duhet edhe në maksimum, edhe është vështirë të arrish sukses. Është e vërtetë. Do të kthehemi edhe akoma, se te profesioni do të mbetemi profesor në realitet. Po kur nuk je në klinikë, kush është Ilirës Osmani? Po unë mundohem që t'i mbaj lidhjet me shokët e mi, mundohem t'i kushtoj kohë sa më tepër familjes time, fëmijëve të mi, bashkëshortës, të cilën e kam edhe si, me thëmë bashkëtarë është përkrasje ime, ne punojmë bashkë me të, të mundohem që të lexoj sa më tepër që mundem, edhe në profesion, po edhe jashtë profesionit, edhe të merrem me hobi, sa të kem. Çfarë hobi ke jashtë profesionit? Unë kohët e fundit tash preferoj ecjen më tepër, përpara kam bë jogging vrapim, po tash kohët e fundit për shkak të kohës, kryesisht me ecje dhe hiking. Ecja, a shkoj kjo me vita, ishte kërkesa dhe hershme? Jo, edhe me herët. Çfarë relakson? Po tani që jam kthim Prishtinë për shkak të komunikacionit kam pak vështirësi. Shkupe kum pas ashtu ecje, dëgjimi muzikës dhe ecje ashtu të lirohem nga stresi ditor, po. E kemi bën një lloj skenari të përbashkët, do më thonë që të pyesim, në realitet ja kom imponu Iris shpejt, si ish paciente jote, apo të flasim më vonë kjo, është shumë e rëndësishme që të na thuash se të gjithë ata që kanë hall, shikimi s'ka çmim, e thash që në anonqimin e parë është mrekullia që na ka dhuru Zoti. Edhe këtë mrekulli për fat mirë janë doktorët që mirëmbajnë, ruajnë, shikojnë. Tash i kemi edhe shumë rezultate në përbot, shoh që lexoj pafund që për rikthimin e shikimit të atyre që se kanë pas fare, por cilat operacione i realizon si i specializuar, si specialist i kësaj i oftalmologjisë, profesor, asistent, doktor Ilir Osmani. Shumë kam qef me i përmendë. Falënderit shumë. Dashuria me e parë në oftalmologi është retina, apo pjesa e pasme e syrit. Edhe aty unë ndihem shumë komod, edhe pse është pjesa më e vështirë, edhe për mjekim, edhe për diagnostifikim, pa është dashuria me e parë, kuptohet së bashku me kataraktën. Pra pjesa e pasme dhe pjesa e përparme, pjesa e kataraktës, implantimi i thjerëzave, sigurisht do t'i përmendim edhe më vonë ato, është ajo lamia më e ngushtë ku unë merrem me atë pjesë. Edhe pse oftalmologjia ka edhe segmente tjera, po këto janë dy pjesë ku unë ndi veten të komod. Në këto dy gjëra je më i koncentruar, më specializuar. Po nifem si kirurg vitreoretinal, pra nifem për pjesën e pasme të syrit. Dëgjuar, doktor, që i keni operu prindët tu. Si ka qenë ajo ditë? Na e përshkruaj pak e lutem. Është interesant se është ishte të fillimit i Covidit, ashtu në gjendje jashtëzakonshme. Po ishte pandemia, po. Na kapit pandemia dhe në ime veç filloi të ankohet se sheh më dopt. Po unë pas një kohë erdhi unë në kontroll dhe pa se vërtet nuk mund të pristet të ashtu. Dhe them të drejtën, ndoshta nuk i kisha në plan ta operoj, për shkak se ishte Covid, po e pa që gjendja e saj nuk mund të pret, fillova ta mjekoj pak, përse ishte dhe kanalin e nxënët, dhe atëherë vendosa që ta operoj. Nuk ishte lehtë, ishte pak vështirë, sidomos me nënën. Përndryshe operova 2 sytë për një herë dhe i kam implantu thjerëza multifokale, pra që mos të mbanë syza për largë dhe për afër. Kur operova syrin e parë, se unë zakonisht operoj kur janë me 2 sytë për një herë, syrin e parë kaloi më lehtë, i dyti ishte shumë më i vështirë, kalon po ishte një
një stres i madh, po kaluam mirë. Pastaj pas një periudhe, gjithashtu në Covid, prapë erdhi radha edhe për babën të operoj, dhe ja kështu, i operova dytë. Në praktikën mjekësore janë është raste shumë të ralla, bile më duket është si ligji pashkruar që nuk duhet të intervenosh tek pjesëtarët e familjes. Po, në parim në shumë. A ishte operacioni më i vështirë, apo i vështirë? Po, edhin në fillim njeriu kur e bën, e mendon. Po pas asaj kur e mendon, zakonisht e thira mentorin tim profesorin, atëherë kur i thash ishte Covid, nuk ndëgjohesh me rregull, thash e operova nënën. Thotë, si e normal. Ti tash në mesin e mjekëve shumë të pak në botë që i guxojnë të bëjnë atë. Po nëna ime kishte një katarakt komplikuar, edhe thash nëse ndodh diçka, prap do të faji im, edhe ndoshta do të prap të intervenoj. Kështu që më mirë thash të bëj unë, edhe nëse komplikohet diçka, do e maj unë që do e rregulloj. Pastaj kur e thira për babën atë më tha, le diçka që nuk është... Ja kenisti, vazhdojë tani në... Po është e rrallë, është vërtet praktika, ajo është shumë e rrallë. Tregimi më i mirë që dy prind, se gjithmonë i thonë fëmijëve, o drita syve të mi, o drita jeme, edhe tash, ata kanë edhe një më shumë, një fakt më shumë jetësor, të jetës, që ndodhë shumë rrallë atë, i thonë djallit, o drita ime, o drita syve të mi, që ma ktheve shikimin tamë. E vërtet, për ka të valë praktikë. Që ndodhë edhe me mënajnë, edhe sa për informacion edhe të shikuzve, sa herë e vë pejin në gjylpon, e uroj Zotëri Ilirin, që më ka bu me pa aqë mirë. Edhe sa herë për ishet, do se në... që zduhet një pa. Mirë të... Përveç pjeraj, do me tonë edhe pejin në gjylpon, për du mi u tonë, që pas intervenimit tonë edhe pejin në gjylpon e vendosë. Ka me të pytë ma vonë për këtë eksperiencën me doktor Ilirin, se është interesant, po doktor kemi folë për vite, prej momentit që të kemi njofë, prej momentit që erë njëria dhe realitet, po flasim këtu, si ishte eksperienca me doktor Ilirin? E para punës ishte nusja vlau tam që kishte bu intervenimin të doktor Iliri dhe ajo tregoj që ka pas jashtëzakonisht sukses të madh, edhe duke u bazua nga fjalët e sajna, atëre unë e vendosa me kërku doktor Ilirin, e gjetëm të dy bashk, e kontaktuam edhe na priti shumë mirë edhe për këtë të falenderoj, jo vetëm juve personalisht, por edhe zonjën Flutra, zonjën tënde. Edhe unë, kur vendosi me bu diçka, nuk është që zbrapsem. Po qësh vendosi? Vendosa thash du me po ma mirë se nuk e përballoj mos pamjen. Kemi qenë në Top Channel, në emision. Po, na edhe më do pyetje, po. Unë i lexojsha pa problem, kjo s'mujke, stop tha, se s'po mujnë me lexu, dhit një shkronja. Ju thash, apo ju dok në anë 18 vjeçare që mujnë një lexu në këto shkronja ka vogla. Nëse bëm pak shaka, po merr dhe shumë i nati dhe i thash vetës stop ma me syza, pas syza duhet me bu me njerë intervenimin. Eksperienca ime e bukur ka qenë në momentin kur kam hyrë në sallën e operacionit, nuk jam frigua as pak sepse fitova besimin të kjo, edhe ka zgjat 15 deri 20 minuta njëri sy, dhe pastaj syri tjetër prap 15-20 minuta, nuk kam pas në asnjë moment black, gjithmonë e kom pa dritën e sallës të operacionit, edhe bile, doktori ka bu muhabet me mu, ka njerë thësha qka është të mi bu do pytje pa nevojës, për mësë me thonë do pytje pa lidhje, veç për më majt në e të zgjuar, sepse anestezioni ka qenë lokale jo total, edhe unë muj me ju thonë shikuzve që pas 2 orëve kam qenë duke ngrënë drek në një restorant të bukur në Shkop. Dhe kjo është për blak të pytër.
E dukra pastaj ka qenë, kur jam këtu në shtëpi, kom pa kodin e alarmit shtëpis. Se kisha Se nuk e pata mësu veç për mensh, veç e preksha për mensh, edhe u qudita kur i pash shkronja. Dhe krejt pastaj qudia tjetër ka qenë, te lavatriqja kur kam fillu me lëshu me i la robat, 20, 30, 40 temperaturat grad ato, dhe me thonë, aty jom lumëturu, dhe mas 2 ditëve kanë qenë zgjedhjet dhe une kom shku me votu në qandër votimit edhe kom votu mirë, shumë mirë. Që ka qenë eksperienca me bukur e jetës time. Duhet të përmendi pak në lidhe me eksperiencën e juaj, se ka qenë edhe për neve stres të ashtu. Kur në kontaktoj Flutra, tha ka është zonja Mihrije me zotrin Naimin, edhe që e përmende më herët familjarën e juaj, gruan e vllaut, ai kishte një dioptri tjetër. Tash te ju ka qenë më specifike se ju nuk keni pas nevojë për larg. Keni pas nevojë vetëm për afër. Edhe kur i bëra matjet, po e pash jeni e vendosur edhe shumë pozitive, e sigurt, që është shumë e rëndësi të kur krijohet kontakti dhe besimi, që e përmendi me pacientin shumë e rëndësia ajo, për atë ne edhe bëjmë bisedën, ajo që ato perimet është tjetër që me hek vëmendjen, po kur i bëra matjet, ju nuk ishi dioptri për larg, vetëm për afër, dhe në këto raste është shumë problem të operohet, për shkak se mund të humbet për larg, janë një rast. Edhe ne zakonisht të konsultuam edhe më thonë, mbledhjet të mëngjesit, thonë kjo është me rrezik, kjo nuk duhet ta operoni. Thash unë do operoj se është paciente shumë pozitive, edhe është e vendosur edhe më ka thënë që nuk e sheh kodin e shtëpisë. Thash unë nuk mund ta lash to. Dhe më kujtohet, po pas asaj, edhe normal në sallë, syt i djathtë, pastaj syt i majtë, dhe unë mundohem atje të bëj bisedë që ta humbi vëmendje për shkak se ju jeni i zgjuar edhe ju punon dikush në sy tër kohën edhe mundohet ta iki vëmendje. E di se ju kthesha përgjigje edhe unë. Çka është më rëndësi këtu është të bëhet shumë precize, se mund të humbet dika, dhe ishte shumë me stres atë natë, isha me stres, dhe kur u ktheva në shtëpi, thon Flutra si kalove. Thash unë duket shumë mirë, se pacienti ishte shumë pozitiv, ne ishim mirë, thash, garant ka me qenë edhe rezultati mirë. Po, pastaj, na im falë edhe këta duna me potencu, me theksu, kur një mike imja nga Amerika morjen telefon, më pyti për krejt periudën, procedurën, procesin dhe suksesin e intervenimit, vendosi me ardhë nga Amerika të zotri Ilir Osmane. Edhe pyetjet që mi parashtron të her pas here ishte a guxoj mi operu të 2 syt për një herë sepse kam më dalë black, ze, unë nuk guxoj, mos me pa kur gjoj, u munojsha me bind që në asnjë moment nuk del ze, po kime pas dritë, edhe i besoj mikja ime, i besoj fjalëve të mia dhe erdhi te kjo. Dhe atë që e thash, pas 2 orëve kemi qenë duke dreku në një restoran në Shkup, dhe kjo është mrekulli. Mihria na ka qitë në një pjesë praktike. Në realitet, kur një ditë po bisedoja me një mjektimin, tha kjo puna e thjerëzës, qiten kështu, hiqen e kështu. Jo, i thash, ato që ta ka falë Zoti, atë lensin mrena, ta hjekun, edhe ta qesin një, edhe aj e kryen punën për të një jetën. Realitet, si realizohet kjo? Po, kështu po shumë pyetje. Të gjitha ta që të nashohin e dëgjojnë, një intereson kjo gjë. Po, normal. Kështu pra, që e përmende shoqja e pastaj ka ardhur, është operuar të ne dhe është shumë mirë. Kur kam filluar specializimin, pra pacientit ka qëndruar diku një javë në spital, është mbyllur syri 2 ditë, 3, ka qenë mjekim i gjatë. Dhe ajo është për shkak se ky revolucion, them ashtu, prej 7 ditë, 10 ditë, deri në 7-10 minuta, ka ndodhur relativisht shumë shpejt. Dhe për atë ende pacientët kanë bërë se syri duhet të jetë i mbyllur, të merr kohë shërimi, nuk bëhet 2 syt për një herë, dhe unë ende kam pacientë edhe pse këtë punë e bëj gati që 15 vite, të 2 syt ju operoj për një herë, po ende pacientë hezitojnë, ka edhe mjek që hezitojnë për shkak të informatës ose të sigurisë.
Po, ne bashkë isha dhe një kongres, vikendin e kaluar dhe e diskutum këtë çështje. Po të kthehemi atje. Pra thjesht ajo natyrore, ajo mjegullohet, ngurtësohet dhe më humbet shikimi. Nuk mund të kur ka katarakt, kuptohet ose perde, dhe humb aftësinë e akomodimit për afër. Dhe ne çka bëjmë? Me ultrazë, atë që thojnë ata me laser, është me ultrazë, pastrohet thjerza dhe implantohet atje thjerza, tani të zonja Mihrije, thjerza multifokale, me cilën korrigjohet distanca për larg, mes edhe afër, të cilën e bën thjerza jonë normal deri në moshën 40-42 vjeçare dhe pastaj fillon të dobësohet. Dhe pikërisht kjo thjerzë pra bëhet një prerje 2 mm, pastrohet me laser, them ashtu një prerje, implantohet thjerza dhe qëndron deri në fund të jetës. I kthehet 0-0. Do me thonë në komet po, gjithë jetën që shto komet po. A mu kanë fillu me mu mjegullu numrat e... Është koha dhe të bëni një kontroll të ne. E kemi adresën. Po, te kjo adresë do të vim. Hajde. Kemi fol, profesor, kam thonë shumë herë, do të vish. Na duhesh në Kosovë. I duhesh Kosovës e kështu dhe... Do të doja në fillim, para se të kalojmë në pjesën tjetër të bisedës, ta shohim një video ku të kthimi tuaj, unë e quaj edhe triumfal në Kosovë, kështu. E ndjeki pak? E ndjekim gjithsesi. Është aftësi e veçantë që sonte jemi bashkë për të shënuar një moment kaq të rëndësishëm, e që është hapja e Kriv Eye Clinic. Nuk jemi këtu vetëm për një hapje, por për të ndjekur një rrugtim, një histori që është ndërtuar ndër vite, për kushtim, dije dhe përgjithësi. Të gjitha këto kanë qenë pjesë e pandashme e një rrugtimi që do ta shohim bashkë. Ky rrugtim nuk ka qenë vetëm profesional, ka qenë një përkushtim i vazhdueshëm ndaj një fushë ku përgjegjësia është e jashtëzakonshme ndaj shikimit të njerëzit. Gjatë këtyre viteve kam kuptuar se në këtë profesion, përtej teknologjisë dhe përvojës, qëndron besimi. Hapja e Kriv Eye Clinic është një përpjekje ime për të sjellë një standard të lartë, profesionalizëm dhe një qasje të përgjithshme ndaj çdo pacienti. On behalf of Professor Gabric, I'm sending his great regards and invitations and congratulate to Ilir for opening this great hospital. I'm really impressed. I think you are going to raise the standards for ophthalmology. Your mentor, Professor Gabric, is really proud of you and the business, which is really courageous step. But I'm sure that you will be doing great because you have quality. So I really think you should be proud of Kriv Eye Hospital and to have such a great person as Ilir. Ai që ta kthen shqyqimin është sikur ta kthen jetën. Kam një respekt veçantë për doktor Ilirin, suksesin e tij, profesionalizmin, krahas këtyre elementeve ajo që është më e rëndësishme është se doktor Iliri ka empatin dhe humanizmin që është veti e veçantë e tij. Hapja e klinikës në Prishtinë do të jetë një vlerë shtesë për qytetarët e Kosovës, por edhe më gjerë. Falënderit familjes, kolegëve dhe mentorëve për mbështetjen gjatë këtij rrugtimi, gjithashtu dhe pacientëve të mi. Dhe ju falenderoj për pranimin tuaj. Në mesin e një komuniteti kaq të zgjedhur, në mesin e personaliteteve kaq të shquara që i kemi sonte, do vazhdoj edhe kjo mbrëmje, zonja Zotrin, gëzuar Kriv.
një hapje fantastike, gjatë bukur, që i ndodhi Kosovës, i ndodhi Prishtinës, po tash, pavarësisht nga bisedat tona, pse vendose pas gjithë këtij rrugtimi të kthehesh në Kosovë? Po ashtu, një për arsye jeni edhe ju të pankonshëm që nuk vjen se nuk kthehesh. Gjithaj presion. Për momentin parë që në taku, ka qenë ashtu, pse nuk vjen Prishtinë? Momenti, po dëshira ka ekzistuar gjithmonë, që një ditë kthehem. Po pse pikërisht tani? Po, ishte momenti, erdhi momenti, pse fillova dikun para shumë viteve, po pastaj kapi Covidi, pandemia dhe na vënoi pak edhe ja, tash ishte momenti dhe u ktheva. Unë dishta me të pyet, doktor, çfarë do të thotë KRIF? KRIF. Ai hospital. KRIF ai hospital, po. Them ashtu, emërtimet në vendin tonë shkojnë shumë në internacionale, Evropë, ato, dhe unë fillova deshta të bëj diçka më unike, të bëj më unike, më shqiptare, fillova të kërkoj akronime, emra ato, dhe pastaj kjo disi e gjeta dikun që ishte një institut i njohur në Amerikë, me emën të ngjajshëm, dhe unë me atë profesorin dikun jemi takuar në vitin 2019 në Zagreb dhe në Dubrovnik. Ai kishte si kraf, pastaj unë KRIF, i gjeta disa sinonime. KRIF-i, domethënë knowledge, refraction, innovation and future, pak a shumë në atë mënyrë në gjuhën angleze, dhe fillova pak ta modifikoj dhe ja, lindi KRIF-i. E çka gjejnë pacientët në KRIF, profesor? E që se gjejnë dikun tjetër? Po, unë besoj që e gjejnë një profesionalizëm maksimal, një kujdes maksimal, një empati, dhe them ashtu një përkujdes edhe njerëzor edhe profesional për syrin në një vend. Ne e pam, edhe në hapje, po dhe kështu, kemi qenë edhe në vizit, unë personalisht, dhe më ka bërë shumë përshtypje, gjithë ai stacionin, i shumë modern, i profesional, i realizuar bukur, çka nuk e bë kompromis gjatë ndërtimit të klinikës, se sigurisht e ke përcjell. Po, normal. Shiko, them ashtu, njeriu tani edhe në mjekësi, them ashtu, pa aparatur, pa instrumente, është vështirë të punosh. Edhe pse ka qenë e vështirë, po jam munduar që në teknologji mos të ketë kompromis. Se kur bëhet një bashkëdyzim i punës, i dijes dhe i teknikës së mirë, atëherë rezultati nuk mund të mungon. Dhe ati nuk isha mundësi të bëjt kompromis, pse nuk isha qenë komfort. Dhe tani kur ato i kam në vend, gjitha që ka u dasht, për teknologjin dhe aparaturën të fundit, e cila ekziston, të më ashtu në botë dhe në Evropë, ato i kam siguru, dhe me ato unë ndisë sigurit edhe punën time maksimalit për vojën time dhe suksesi është dhe më ashtu i garantuar, për suksesi maksimal. Tek vendosja e thjerëzave dhe te intervenimet kundër kataraktit e këtu, ku kam rri bota dhe ku jemi ne? Po mund të them që ne jemi të avansuar, pikërisht të thjerëzat që unë i implantoj, janë thjerëza amerikane, është teknologjia fundit dhe një pacient që e merë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atë thjerëzë e merë edhe të ne në Prishtinë, në KRIF Eye Clinic. Kam edhe, përndoj, kina bë edhe një paciente para një kohë, kemë në video, e cilë është paciente jona nga Mitrovica, jeton në Amerikë, në Miami, erdhë në vizit të unë, bashkëshorti i saj ishte operuar atje, gjithashtu me thjerëza, po për shkak të astigmatizmit, e kishte një dioptri më të vështira, mjeku i ka thonë, ju nuk jeni për këtë thjerëz, do pritni edhe pak. Po ajo, puna asaj të kërkonte njësoj si të zonja Mihrir të shifte afër. Edhe ajo erdhë në kontrol, thonë të kam dëgju, shumë familjar të saj që i kisha operuar në Shkup, po unë nuk isha më në Shkup. Pastaj erdhë në Prishtinë, dhe ashtu direkt më thanë dëgjo, unë më kanë refuzuar
mjeku im oftalmologu më ka thonë që kjo nuk mund të bëhet, a do të mundesh ti të më bësh, thash unë do të bëjmë gjitha kontrollet, dhe nëse jetë kandidat, thash unë besoj që po. Dhe unë i bëm gjitha analizat, e pash ishte rast i vështirë, thash dëgjoj, ju jeni një rast i vështirë, po unë besoj që do ta bëjmë. Ajo është shumë pozitive, edhe e operova, edhe ato dy sytë për një herë, erdhë nesër në kontroll, thotë ndëgjoj, unë dua ta nxjerr dikon në Facebook, a guxoj, thosh, si guxon ato, tha du të bëj një video për ty. Thash, okay, si do e bëjmë, dhe pastaj lindi ideja dhe bënëm një video me të, përvoja saj dhe sa ishte e kënaqur pas operimit. Po kjo është shumë e rëndësishme, doktor, është e vërtetë se edhe unë kur kam treguar në njërin prej emisioneve në Odan që kam bën ndërhyrjen për juve, kam pas shumë njerëz që kanë shkruar edhe më kanë thirrë në telefon më siguru që unë a e kom thonë të vërtetën, apo vetëm jam të bu reklam. Dhe njerëz kanë nevojë për informacion të sakt dhe të sigurt, do me thonë. Prandaj po them, ajo ka bu shumë mirë që e ka bu videon, sepse njerëzit kanë nevojë për shikim dhe nuk e din adresën ku mu drejtu, prandaj e vlerësoj. Pikërisht edhe kjo informat, po mendoj që po japim për llojin e thjeshtë, se ne gjithmonë kemi dyshime se mos është në Evropë diçka më mirë. Kem pacient edhe miku i zotrit Naimit, i cili është nga Gjermania, dhe më tham, thjerëzët tona janë thjerëza që implantohen çdo kohë në Evropë, në Zvicër, në Gjermani dhe në Amerikë. Pra, thjerëza është e njëjtë, kualiteti është i njëjtë, nuk ka nevojë të frigohemi, edhe këtë ne duhet të informojmë pacientët tanë. Absolutisht. Pak më emocionale. A ka më shumë emocion doktori kur i njeh pacientët? Gjithsesi po. E keni? Çdo pacient është, them, çdo sy është unik dhe përkushtimi është maksimal. Po kur e njeh një pacient është ajo më tepër, them, është raport, është kontakt, ndoshta është një barë më tepër. Se për çdo sy, për çdo pacient është një stres, një barë, një përgjigje, dhe pse ne kemi bërë rutinë, dhe më duhet të përmendi një rast, isha para një kohe, kur ishte në Shkup, dhe unë isha me një shok duke pirë kafe, e kom përmend këtë, ishte dikon ora 4-5, unë isha në pushim vjetor, edhe më thirr një koleg nga Shkupi, thotë dëgjoj, ka ablacion për atë retinës një shok i ini, një mjek, thotë çka të bëjmë? Them, okay, jam në pushim, sa herë dhe ishte 2 ditë, a ka mundësi ta drejtosh dikun tjetër? Thotë jo, kisha pas dëshirë me ardh ti, ta kryes është mjek, është i afërt, thash okej, edhe e kryta bisedin që shokër ferme, i thash okej, bëjnë e gati, unë do nisem dikon ka ora 7. Edhe vazhdova bisedën të pi kafe, më shikon më thotë, nuk përgatitesh? Si të përgatitem? Nuk, tani është ajo mjek, ishte kirurg, është mjek i njohur, klinik, ti do shkon me operoj ato, tash kjo është rutinë, edhe pse është përgjithësi, them, njëtë është pak më madhe, është koleg, është një barë më tepër për mu. Një barë më tepër se është e njëjta, përfundova kafën, shkova me vetura, operova dhe u ktheva. A keni pacient që se ke harrua, se harron kur në realitet deri më tani, se përvoja juaj do të vazhdoj, puna juaj patjetër? Ka disa pacient më specifik që janë më të vështirë, atëherë i mban mend. I mban mend. Me sa e di unë edhe Big Mama ka bo një ndërhyrje të tillë? Big Mama para shumë viteve, edhe ajo ka bërë largimin e dioptrisë, edhe ajo, edhe Big Mama. Kush tjetër prej emrave që janë emra publik, të stradës, po temi, nështë njerëzit janë kurioz me ditë kush ka pas. Po që Big Mama, ju jeni ma e madhe? Po, unë jam deklaru. Unë jam deklaru gjithmonë, kam të regu. Edhe një pyetje interesante. Për veti, doktor, a sheni mirë? Po, edhe pak, për afër. Do të falenderoj. Kam pas një rast ka herë, bisedoja
për fatin ton të mirë që ju kemi juve dhe klinika tjera që na bojnë dërman. Sepse dikur një miki imi përjetoj një infarkt, e stentun në vitin 1996. Edhe i thashune, e qa me bona? Që kur në Balkan s'ka këtë mundësi, dhe tash mundësi ti kemi. Duhet të diçka pak ma shpejt që tash. Edhe pse nuk shquesh kështu për të folur të lartë si që bëjon, e vërtet. Po përgjigje të shpejta i kemi. Se të do kom mundohem, pa kështu në... do mundohem, po. Qa mi bo Sofis që ne ke tutë shumë kur e kemi pas në... Në klinik. Në klinik. Po. Fjala që e përshkruan më mirë profesionin tënë. Më duhet të mendohem, përgjigje më e gjatë duhet. Si ta përshkruaj, është një profesion me stres, po është profesion i mirë, i pastër. Edhe falenderus. Edhe falenderus shumë. Mirë njohës. Po ndoshta më tepër që është mirë njohës. Profesor, gjaja më e rëndësishme për një kirurg është? Të jetë i qetë dhe i shpejt në vendimarrje, sidomos në sallë. Operimi që nuk harrohet? E kemi këtë të Miamit apo kemi edhe nëjë tjetër? Kjo e Miamit është tani, po operimi që nuk harrohet është një vajzë 11 vjeçare, e cila kishte një lëndim të madh, edhe ato e mbajnë me ashtu, me thonë, tërkohën. Dhe sot jemi mirë? Dhe sot jemi mirë, me të jemi mirë. Ashtë e lumëtur? Ajo është e lumëtur, tani më veç është e rritur e madhe, vjen në kontrollat të rregullat të po është ka qenë sfiduese. Krenaria më e madhe, se njeriu e krijon një krenari gjatë punës, gjatë sukseseve, realizimit. Po, ajo që e përmendëm më herët, ndoshta ai momenti kur pacientët që nuk shohin, pacient kur vjen në kontroll edhe fillon të buzëqeshe, edhe të shikon ashtu disa dhe fillojnë me qajt, është një ndjenjë që nuk mund të përshkruhet. Ndoshta aty të përmbyllet edhe misioni jonë, si mjek, si oftalmolog, si kirurg. Ata sigurisht je më i lumtur i botës, a? Je i përmbushur, ndoshta gjitha e lodhja, ai stresi përmbyllet në atë satisfaksion, po. A pranon thirrje lumturie kështu, edhe në orët e vona të natës, se ti ma ke kthy dritën? Gjithmonë ka thirrje, ngurojnë nga një të rasin më vonë, tani ato, po ka falënderues kom disa pacientat që më thrasin gjithmonë për Bajram dhe festet e tjera. Edhe falenderojnë. Çfarë do të doje të arrinte Krif Eye Hospital pas 10 vitësh? Pyetje interesante që ja përshkruaj vetit, po. Kisha pas dëshirë që të bëhet një qendër, një sinonim për të them ashtu të profesionalizëm dhe të përkushtim ndaj pacientit maksimal. Sonte kemi fol pak për personazhin tuaj, shumë të realizuar, dhe që kjo është gjë e bukur për juve sigurisht, edhe për familjen tuaj, edhe për krejt kombin, edhe për vendin, edhe për faktin që përveç që i realizu vetë, krejt këtë profesionalizëm, të sukseshëm, këto rezultate, jasjel Kosovës. Dikur, shqiptarët vinin në Macedoni, në Sistin, sidomos, për ta kërkuar doktor Ilirin. Tash vinë Macedonia dhe Macedonët për ta kërkuar në Prishtinë doktor Ilirin? Është interesant, ta përmend isha me një kolegë time dhe unë kur fillova të punoj në Sistina, kisha pacient normal Macedon dhe raste shumë të rënda, edhe më thot, ti je kosovari i parë të cilët të farmyre mjekon edhe Macedon edhe tjerë, unë isha në Shkup atje, dhe tani kur e hapa në Prishtinë, fillon të vinë pacient nga Macedonia dhe nga qytetet e largëta, të më ashtu po ne mjaft kemi shkuar atje, tash u shkohet vinë edhe ata të ne tani. Isha i pari kur fillova atje, tani i pari që vinë këtu. Që është një ndjenjë e mirë.
Gjëja më e bukur dhe që ndoqëm është e akademiku tonë që ka kërku një doktor. Dhe kam thonë doktor Iliri, ka ikë. është këthy për zdyti, ka kërku një doktor, i kam thonë doktor Iliri. Prap me dyshjet. Herën e tretë ka thonë, po let jetë kush jetë se du më shku të këj Iliri. Edhe ishte për ta duar tërkitur edhe falenderu profesorin e nderuar që se në fundit ata kanë dorë në edukimin tonë edhe në ngritjen tonë deri më sot. Kush janë suportuesit tu që të kanë suportu, po edhe të kanë duru se është dashdurim për të realizuar deri në këtë nivel? Suportuesi dhe më i madh dhe bashkëpunëtori më i ngushtë është bashkëshortja me Flutra dhe e cila prej dojna me përshëndet me më Flutrën edhe falenderojmë, edhe e përqafojmë prej këtu me që sot nuk është këtu. Edhe mujna me jak nuk ongen flutur, ka flutron. Aty ku Ilir Osmani shkon, se s'ka ku e tjetër. Ka ndë që ka qenë përkrahje më e madhe dhe ende është, ka qenë shumë vështirë, pa pas një të përkrahje, dikjen ashtu, ajo është për kujdes në atë kohë për fëmijët, normal kuptohet, derisa fillon të rriten, tani ajo punon së bashku me mu, pa ende është suporti më i madh. Sa fëmijë keni? Kemi 2 fëmijë, Ronin dhe Kajen. Nëse do ta kishe një mesazh për fundin e këtij emisioni tonë të përbashkët, se unë thëmë gjithmonë, në një emision nuk është të thënë për të thënë edhe për të dhënë të tërën. Por do të na vish prapë. Në arritje tjera, sidomos në arritjet në botën e shkencës, se të kësaj, që njerëzve u akthën dritën. Cili do të ishte mesazhi juaj për njerëzit që na shikojnë sonte? Mesazhi im është që tani ne kemi filluar të kujdesemi më tepër për organizmin, në kuptohet edhe për syt. Mesazhi im që të bëjmë kontrolle të rregullta të syve, që të i ruajmë syt dhe t'ja besojmë ekspertëve të vërtet të lëmisë. Edhe ta përcaktojnë dioptrinë njëre saktë, se ka do që një kohë kanë vlerë syze për me lexuar në pazar dhe i kanë lënë parë se i hupshin. Do në zyre, do në makinë, do të shtëpia, do rrugës, do dikun. Kur është i ndur na imë, ma shkon, ma shqip. Si shpejt. E profesorin nderuar ishte kënaqësi. Besoj që na kanë ndjekur, na kanë dëgjuar të gjithë. Dhe lumë si ata studentë që ju dëgjojnë juve, dhe duke i dëshiruar gjithë të mirat e botës, si një lloj mirënjohje për atë që bëni për pacientët, për njerëzit që kanë nevojë, dhe ju bën ndërmend, dua të them që ishte shumë kënaqësi që ju kishim musafir. Besoni, kam insistuar ju kemi musafir, shumë më pak për reklam, po shumë më shumë për shërbimin edhe për garancin që ju ofroni njerëzve, sidomos ata që ju kanë ofër këtu në Kosovë. Prandaj, zgjidhja edhe adresa është Krif Hospital, këtu te Vetërniku e kemi afër. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Ishte shumë bukur që ju kishte stafur. Faleminderit shumë. Faleminderit besimin për sytë juaj. Mirëmbrëma. Si e një abazi? Mirëmbrëma. O, ky stil kështu irlandez. O, bos. Skocez. Poshtë në të shkurta. Këto e kam të rahimit, këtu i kam të bijavë. A të bijave? O, bos, të ta kena me shku në deti. Urime ju mbodoj. O, urime. Falemderit e kena një nip. Ha? I në gëzu, a i 24 të nip është. A mo i një gëzu fort? I në gëzu fort se. Se? Si ka linda i nipi, veç tam ka kujtu 500 eurot e nënave lehuna që kam na qita Albin Kurti. Në shto 500 euro shkoj na pagujna banesën dërës, i marrë dhe 5 bia ka 100 euro që kam votu Albini. 1.000? Përvojnë 500, 1.000 euro.
Nimi. Edhe ndeti. Ata fëmijët hisë dhe ata ne marrin ka një Ska lidha ti vetë, buke pat ligjën në plazh. Buke pat ligjën në plazh. Si ti ka temperatura, ja jep diçka me pije dhe kry. Bob, jëm lodh për zgjedhjet. Ja. Jëm lodh, Bob. O ç'është e lodh? Ata theshin, na kena me fitu 70%, kena me mshel hajnat në burg. Edhe me kajmak. Ngëmta. Këta tjerë theshin, na kena me fitu 70% krejt bashk, edhe me largu këtë Sërnagorin me qua atje. Ish bes me kuptoj, jëm lodh për politikë, sa ne. Je lodh veç me gjithatë qysh dilën sabam këthirë, jë marrë me votu. Ja, Bob, ngam. Ma se pat madhe. Jo, pse? Vesh ty për të kalzej. Unë jë mardh, javë shfridzu autobusin. Bob, jë marrë me ndresh, Bob, jë marrë me ndresh, javë shfridzu autobusin. I pas të nërisë. Nesit më nxez e pini qaj. E pini qaj. Dalë në qytetë të nëzu valën syllë një dy shuplaka, tik në zeta. I pina të bëzë, ata të krejna ngërbet. O, Bob! Nuk kemë vakë të Bob. Këta thëshin këna me fitu 70%. I kam fitu 42-3%. Mirë, si gjys mirë në veshtash. Me veta kem batirin telefon, nashta thët ju i të rritën si piqurka. Bob, PDK-ja i ka hu 5.000 vota. Pa ne. Baba thë ke që këta PDK-ja, bizniset i kanë të maja, me 5.000 euro i mësu ka pari, gjithë me dhëmë 5.000 euro. Sa problem për 5.000 vota? 5.000 vota të zotë. Sa kur gjave si kënë si s'ken 5.000 vota? Po ta shkrej, kanë hu ka pak. Ato bijat e mija thëshin, neve në ka qitë ka 100 euro Albini, si votu se të regullta. Edhe? Edhe na kena votu, kas kena shku për mi 42-3%. Bob LDK-ja ka ngritje. A ka ngritja? 3%. 3%? Boba i meqëm. Gjithë ty me të LDK-s të ke jap ka rok ka 3% që i kam pas jam musim të. Këja ka ngritje. 3% që i pare në konë. A ki po që ka thonë Dauta Radinaj? Po? Ka thonë, unë se marë pozitën tem deputetit. Jo. Sa i logaritë 2 burra, një burë në luft, një këtu. 2 kolegve e karikat, edhe shkojnë si për pora. Normal që ka ngritje, Bob. Edhe ishte në punë ata. Unë e ty, Bob. Në autobus, drejt për Itali. Për Itali? Kum gjitë borek me mozzarella. Borek me mozzarella? Bob, preqin italian të nërë. Unë e mas t'ju në rend, ata bleshin burek me mozzarella, burek me mozzarella, burek me mozzarella. Kur e ku ma fru nga të, ta shma bëni burek me gjizë. Pa kompetenci janë shqiptarë, po kur me burek me mozzarella s'kena pas, burek me gjizë, Bob. Po, dhe po. Po djohë t'ju bu 7 erë, Bob, e s'ko logari me djathë me qitë. Pa ta qëtë me gjizë, aty edhe kry kjo punë. Edhe kry kjo punë. E thot mozzarella, italian të hanë. Pi aty në villa, në Austri. Në Austri? E takova një bashkat dhetarë. Ullë për balë me e, po më pytë. Si e kam Kosovën? Ish malë në gjy. Thash Kosova mirë është. Kosova thash të mirë. Me shkunja 7 dit me nejnë Kosovë, edhe apet më këthy në Austri. Me punude? O, mire ka posë, Boba, 7 dit të gërditët me njerë, Boba. Plëhën lësh, bërlëk të na unë. Ik, Boba, ma mira nej. Ta shumë për Austri në kon vakt, ta shumë për me shkun tarë dhe në shkejnë Gjermani, Bob. Atë në Gjermani? Bob, me kjerë 200-221 autoban Gjermani. Rinj. Kër më ka dalë një kjerë, më ka kalu folgjen policaj, o, më të madë nona. E kanë zerat librën e Meloqës. Gjermënd, e kanë librën e Meloqës. A me veti, a? Po, Bob, e ka qe librën e Meloqës, ma ka shu emri dhe shrajem. Rahimi nga sot të futet në librën e Meloqës. Meloqe po të bëj ke, Bob. 200-221. Ja, s'ka mo, Bob, 80-120, Bob. Më ka shti libër të Meloqës, Meloqe më ka bu Gjermania. A, po shrijet? A, mona em, unë e më të vëziti kjerë. A? Unë e vëziti më të kjerë. Pe kursit vëzit më të kjerë? Unë e vëziti, a di që thujnë kondi vdekën. Po? Kërë konë gjallë kondi, unë e pja tjeri kënë vëzit. Ta një më o deka e kondi vdekën. Desh, a i shkoj? Desh. Edhe, a keni Vjosa Osmoni që ka thonë? Qa tha Vjosa ta? Vjosa Osmoni tha, me nëna 60 dite nëse nuk më bëni presidente, ta shkojmë zgjedhje. O, po shë zëte më se ne 60 ditë. Qka? O, mas 30 dite, më në vese i na mërzit me dollë vëta, së përri ka shpia. Jo, ne qëmë zu! Në ka që me bu!
Rama Naim. Mirë Rama. Mirë Rama shikues të nderuar. Po presim derisa ta takojmë në kalimtar të rastit. Adjoj! Oj, bibre, Allah ile ku jam që të dëfar drita, dëfar. Sa vene mirë të ko. Mirë dita, hala, bën me ta bu një pytje. Ha, bre, loke, vetë shka dush. Si quheni? Gjemile ka, me më shkur të më throsin gjimi. Jam peri borit mal, a pa më ullë që të Po, po, ullu, hala. Maruva. Hala, apo e për cilni emisionin Odeon? Koshaj? Dhe qëfar për shtypje keni, dhe atë pëlqen a i ma bazi? Zotit ta thef qofen, ha? Pas pat vjemore, bre. Na i ma bazit me që të dori kom logji. A i mundet me kodjoni janë. Pasha zotin, me gjitë e marrit. Edhe e kujtaj si sa di ka postja dy dham tre, që kërëm ka shajke soba më sot. Hal, e me tension, qka i ki punt? Shpesh për mjun, bre? Po s'ki fajbre se po na lune dhe neve trejave lemu juve plakave. Vallohi, sa kom pos burin gjos ka bëva ki me lukur. As se kom ditë shkon të në qoni. To punu në përboshtën e fos keshin vakt, me që kom pos burin të fort, 2 metra e 2 sakon. Po, a? Pasha zotin po, qeka pos qofen. Gjithë ditën me traktar me shkelësën e ke mytë. Ves pa mytë i raja, me të po shpirti. Ngushtu ime. Apo shkoni të mjeku dhe qfar për shtypje keni për spitalet tona? Allah hele mos me përmen. As ka mjek as gur. Shkan të mjek, s'ka borna, s'ka i loqe. Me shku të mjek edhe me pas një kësin tone. Gjullë ponën tone. Tone. Shkan e vlen gjullë ponën. Kur shka ishte s'ka alkohol, tapsh të një venin me talon një kësin. Loke, ku është dallimi i grave të sodit me gratë e atëhershit? Allah ile mos e përmen. Gratë e sodit i kanë të në kushtet. Liri sa dush, fjajera sa dush. Vesë fëmi s'pa bonj, shka i ka gjithë mëre? Krejt jetën e qenë me një qenë. Ko kanë po mëre për qenë i së një krynë punë të burrav. Shpia dënë mojtë, dënë shpia me punë me punë pore. Të në herë valohin nësë këna pos fjajera hejtë. Jo, a? Ja ti, be një burë këna pos për 13.000 bëjshëm me to. Gjoke, a ki reja shumë? Bëll valohi. So? 7. Apo të vjeni no ati tash që rejat spidojnë vjerat e po folin gjithë shka për vjerat? Po, a? Përsojnë se vjerat zbojnë dhe vetëm apëm kanë, morko. Valojnë holë kështu me të po ty e fort, ko ke? Ko më i bishka e më ko e fort, kërëm ko e re. Kajtë politikajve ju kom dho gjone. Me Po, gjitha e më pasha zotin po. Kam shri to më qatë shumë që kam pos. Po, a shkoj ke shtrajt? Ma shtrajt sa i riz, valohi. Edhe më i bime të kalzu drejt, e kom post fort vesh me koni balicës. 2 gështra shu bëke moza. Edhe e kom pos i loq. Ma e sile shereke pa tybe, edhe për flok kusht se ka pos. Thesha me pas mujt me znoj smet të jenë, veç 2 dakika mja fërku kry. Për 1 minut ja kesha nëzi qilin. Po, a? Pa tybe. Plak e zoja, ko këte? Pasha zotin jem ko e zoja kërëm ko e rej. Po, a? Krejt punti kam kërë, ja kom qitë fall, a për mësysh, a thëmin kërë për të rësë një qëtë shanë ven. Pasha zotin ma bishën ja kup krasnicin me i dore se lësha. Ma Albinin kom pos ma problem sa kom peshkeq. Pse? Ja, kërë për drese me 2 herë se në qëtë shenë ven. Jo, a? Ja tibe. Veq e kapshat e fut shanë me shalis, tanë gjithë ditën të osjele losha. E Dautin, komandantin, ape nje? Qisja poshtare kom bashkë me muaj. A pse jo, kon ushtriti, a? Pasha zotin komandantin kon, 7 metra kom vro desetare. Veq i kom tho, desetare tas pëzis në sveta ting tërt. Pa në rëte kom shki Dauti i shirije, se ne qaj ke kaloshin. O të qape ma vrojnë, tash Daut dil për mas që kon se ljokja luftën. Edhe veq që më gërmu qështu,
Dauti e ka qitë kaloshin mi shpinë teme, unë e vëzhgojsha me dërbi, shka me po t'ja fut kere fal Dauti piper moshpi, Loke, për fond, qka me ndoni për femrat e Zotit? Pa vete pa pozit, baby. Po unë të veta ma heret për gratë, po për femrat, qa me ndoni? Shka me fol, bal dopta vallahi. Se ta shohin një djalt mirë, me neher ju hyp temperatura, ju vlanujt. Po për meshkujt e Zotit, qa me ndoni? Pa vallahi meshkujt edhe mazi. Meshkujt janë se këtë do gëll dyshat prisht, motorën e conë. Shkova. Faleminderit shumë hall. Hajt, ka me shkone. Që qiknena, që qiknena. Ditën e mi. Kemi kaluar në një moment tjetër. Zona e Zotërisë do të vinë në vazhdim për të bashkëbiseduar me ne dhe për të kënduar e promovuar një këngë të re për ju, për ne, për të gjithë, zotëri Xhavit Bujupi. Xhavit, mirë se erdhe. Mirë se gjeta na jemi. Si e burin dhe? Mirë. Unë si po. Xhavit, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Në Odeon. Po Makronon Oda jon. Që të prejardhje ka, Xhavit. Vërtet. Është fjale vjetër, pelazge, i lire, që do më thonë, shesh i fjales së mirë dhe këngës së bukur. Këtë përbajtje ka pas. Është quajt Odeon. Në Odeon ka qenë shesh ku të diturit kanë dalë atje në balë edhe kanë folë. Radha e parë, si amfiteatër ka qenë. Radha e parë kanë qenë të diturit tjerë që kanë bë pyetje e pastaj mrapa, si kur në Panteon e ke pa, kanë qenë në qindra ullur dhe kanë dëgju, edhe kanë mësu. Kjo ka qenë forma. Prej aty, me që ishte shesh i fjales së mirë dhe këngës së bukur, u bë bazë e teatrit. Ku do që të shkosh në botë? E besoj edhe në Zvicër ku ke jetu një kohë, ka teatr Odeon. Pa tjetër e kam dëgju. Kjo është ajo. Mirë se gjeta në këtë ambient madhështor. Edhe para luftës, shkove në Zvicër. Realisht, bas ngjarjeve të fundit që ndodhen në Prekaz, kam qenë aty, edhe prej atyre ditëve u largova për arsye ndryshme, realisht shëndetësore, edhe përfundova në Zvicër. Në Zvicër. Ma e rond ka qenë ajo atje që kam qenë, me trup, e kam pas një ullë se kështu në banesën kur kam qenë, edhe instinktivisht e kam shiku para se mu këthy, e kësha shky këtë pjesën ku ullët njëri, të i najtë në karrik me në kom, edhe televizorin tonë, ku në të i përcjen gjare. Të i përcjen gjare, qëfar fundohë? Po kjo ishte ajo. Po deri me 5-6-7 mars ishe në Drenicë. Ishim Drenicën tonë. në varrim edhe pse ju bëju pëtjeni këtu, Lapushniku, jeni pak ma. Vërtet keni qenë kështu në pikë goditëse, lëvizjet, se rruga kryesore aty. Une si student kam lëviz shumë në përëndim, Gjermani, kam pas fatin me jetu në një banes kolektive të gurbetgjive të ndryshëm, aty e kam njoft Basin Rif. Rifat Jashari. Po, jemi shoqnu, pastaj ka ardha Demi, kemi vizitu shpesh Homzën, Demin, familjen e tyne, çdo herë deri pak para luftës kur veç dolen një legalitet. Ke komuniku me Adem Jashari? Pa tjetër kam najt. Edhe me Homzën? E kam një përjetim shumë, se dis, a mundem këtu me thonë, kam udhëtur një herë një rrugë prej Minhenit, me një Renault 4, ke parasysh, me një dojtim ndjerë edhe e kanë ndru jetë. Kemi udhëtu prej Minhenit, kemi orë në Kosovë, por ma e çuditshmja është se para se munis e ka qelë derën e banesës tam kur isha une, edhe më ka thonë 1 minutë veç, dola. Tha këtë pishtol me mulli, ata marrë me vetë. Thash nëse e din doja që ka me nga kerin, thash tut nëse na hetojnë në ftyrë. Për ndryshe, për mu mere. Edhe ja kom shti këtu, ja kom palu me një gjamper trash, si shok,
Pastaj ka vesh maicën në këmishën si ishte vjesht. E kemi sjell atë revole prej Minhenit në Prekas. Në Prekas, i keni kalu kufit dhe së Kreti shvrejtë. kemi kalu me një shtek Malboro gjdo ndales ndizne nga një pej neve, a e ka pos një kënd që aty ull, edhe kongën e Zhuj Selmonit e kemi këndu minimum 50 herë. Deri so kemi më rri, se rrugë e gjatë, Renault 4 e ke parasysh maksimum i 70 në orë, edhe deri sot doja na tha, boll, tha me këtë Zhuj Selmonit, tha se mend mi qitë. Të kujtohet cili vit ka qenë? 85 ose 6, nuk jam shumë i sigur. Dëgjot, merrem i vesh. Ideja për me sjell armatim Kosovë, se një ditë do ta ndezim luftën, është shumë më herët. Shumë më herët. Tash po ta tregoj atë tjetrën, mbasi u qel kjo bisedë, me basi në Rifat kam flajt një dhomë, kur ka mungu Gjaferi i Rezallës, ka qenë shok i dhomës ti, kur ka munguaj, mu më ka thonë, bocit rris o të rish, gjumin të unë. E aty, Bacirif më ka tregu mu, se si një ditë s'kemi qare pa luftu me këta. Për mu ishte absurd, po tregoj drejt, isha student, isha... Kishe ëndra, jeta do të më duke është një diçka ëndër. Qa studioje, Gjavit? Unë kam studiu në Prizren shkollën Nolt atëherë, Gjevde Dod, gjuhën angleze. A gjuhën angleze? Se kam përfundu, arsyet po dijen. Edhe nuk ishte interesant me mbaru shkollë, se kur e mbarojshë shkollën, ishe një mësus i përbuzun. I përbuzun, i ndjekun e besa, se varet nga ona ekonomike, nga ona ekonomike i përbuzun. Edhe pse mos me dalë, në gurbet, me do më thonë, bopare, delje her pas herë, kam qenë një lloj turisti i lirë, sezonën e verës kam kalu më shumë jashtë, deri vitet 90-ta. Pastaj... Vitet 90-ta mbete këtu. Vazhdove me punu në ato vite ma, diçka po? Kemi pas biznes familjar, jemi vlezër të ndërtus, vllai ma është arkitekt, kemi marrë punë ndërtimi. Jem angazhu her pas her, po ju tregoj që atë shumë e mboj kontabilitetin, a realisht dilsha në shoqnin Shote Galica me ushtru me qifteli. I bje qiftelis? I bje qiftelis, që tha veglave popullori u bi. E kam fjallën, a i bje në kuptimin artistik, se tha për me i ra i bje që dush. Ekzekutoj, po si mas nevojës edhe kështu. Çdo herë kam qenë, jam marrë me muzik. Me muzik? Me art, në pjesën e artin, përgjithësi, jem provu me aktrim, film, muzik, edhe ma në fund, humor pa tjetër. Po kjo aktrimi e këto, e natyrshik? Do më thanë, janë dhënti tua që... Dhënti të lindura. I ke mësu gjatë... Mi kanë zvullu shokt, miqt, edhe familjarët, po familjarët, me thonë drejten, her pas herë më kanë thonë, hec me punu, me shku atje, me gro punës, le bishti i qiftelis nuk s'jel kur gjo. Realisht aty shkona jo ma e mira, po nuk kam qenë aktiv tonë kohën. Jo dolja jashtë, jo familja, pastaj mbas martesës fëmija, e tjera. Mirë po, nuk ju kom ndo asë njerë artit përgjësi. Po udhëheqja në radio, se unë mbaj me në mas luftës, ju më keni intervistu në Radio Drenas. Po, keni qenë mësafirë në Radio Drenas. Ka idea me udhëheqja emision me ishte dëshirë? Kret ishte një rastësi, një miki imi, nëse munde në muj me përmend, Afrim Zogaj, vllavi i Bislim Zogajt, e kishte në përgjithësi atë radio, edhe në kafe si për ty ne ty bu muhabet, tha pse s'po vjen, tha në radio me provu diçka. Edhe shkova unë, e provova, dul mirë, edhe u pëlqeva nga dëgjuesit, hala më kujtojnë disa dëgjues ke qenë shumë mirë e tjera, por nuk ka zgjatë shumë, pastaj edhe ata u ndonë prej asaj pune. Por në këto humoriadat ke marrë pjesë si individ, apo ke pas grup të organizuar? Humoriadën e parë, kur jam shpërbly si aktori më i mirë i ditëve të humorit, juri e kam pas Rifat Kukaj, Daud Demoku, Kasapolli, Afrim Kasapolli, edhe një përfaqësues i komunës, s'm kujtohet cili ka qenë, se është dash dikush me qenë prej... I komunës aty? Aty e kam marrë venin e parë si aktori më i mirë, ishte një befasi... Çka lujte?
I lujta, është edhe kjo pjesë interesant. Me shok që ushtrojshim, më erdhi një ide me i ro defit. Po me i ro defit si moshkull më duke është e pak. Edhe e bona një provë të shpia, në Orlat, në Bortamin, i vesha një por dimia, një këmish të nonës, një elek të vunicës, një kunotës, një shami ndërfyt, edhe dole shkova të boba mi full. A ishte ullë në barë. Edhe më po kështu, si e ogjë, e ndryshova zonin, mirë me ogjë, që shi një e një mirë. Edhe tjertë po qeshnin familja. Edhe më po kështu, tha pa ti je, tha pa se më trullove. E aty edhe është provimin se bën me botë. Edhe i kam këndu me def edhe defin. E zotë në mirë, i kam këndu juris, Rifat Kukajt ndjerë, dhe o demokut, ja kam këndu një kongë të qikave tona. Aty për aty, si bejte i bëje? Me erë dhe ashtu. Ti, për shamull, da o toga ku e po të shpin, me një kullëm me filonin, i që ishin do personazhe atëherë, dhull shumë qesharoke, pastaj një barcolet, pastaj një tregim tjetër të onës të tovës, edhe përfundova me venin e parë. Edhe kom morë një orë muri, plastikës, mu ka djegë. Edhe një minionit shtypun aty, aktori maj mirë i mbromjes, Gjavet Bujuke. Ishte gjithë shka për mu. Sigurisht, një moment kështu i... Humoriadën e fundit kemi marrë pjesë me grup, si grupi e teatrit Glogovësit atëherë, Drenosit, mbas një jave ka ndodhë Qirezi Likoshani masakre. Kurse sola ka qenë e stërmbushur, dhe më ajo bina e ke parasysh, Shtëpi Kulturës. Se vinim nga ka njëherë me do koncerte? Po, çdo herë kam qenë aty. Edhe ishte aq e mbushur, sa policët që e kontrollonin pjesën aty, s'kishin mundësi me hy brenda. Hypshin skenë edhe shifshin si po shkon ngjarja. Me gjenrome kemi pas të ftuar special, ka dalë me rolin e ushtarit të qykës, të improvizu, të i dalë prej lugave me një mosk, një shale lidhe dhe i këtu. Ata që e din, kjo ka ndodhë, dëmohon, një javë apo 10 ditë para ngjarjes Qirez Likoshan. Edhe mo, s'ka zhvillu aktivitet, ka u bo luftë. Ta çfarë po bën? Pas Drenosit, do më thonë, kur jam shpërngur, ka marrë me jetu në fushë Kosovë. A erdha dhe ti për Knina, ja? Po erdha. Nuk erdha krejt Prishtinë, se në Prishtinë e posh, Clintoni tha bom, edhe unë ola në fushë Kosovë. I kisha problemet vendosje, ndrim, vendbanimi, fëmijët mi sistemune për shkolla, ishin shkollat mesme, fakultete. Edhe para një 4 vjete, një gjirim të nderuar i junë, Burim Krasniqi, Miki Përbashkët, e takoj e Kuronin me ekipin e ti, të i morë ca intervista për televizionin e ti, edhe u përshëndetëm. Kush je ti, kush jam unë jam këtu, shtëpia ti kemi largësi ajrore, 200 metra njëri për tjetrit. Kynë terrazë, çdo herë shë shtëpinë tam, o borrin. Edhe prej asoj dite mo jemi bashkë, kemi fillu punën, kryesisht bëj tekste të kongve, i shkruaj, me Kuronin është shumë letë me shkru. Sepse kur i jep ti mendimin, ta jep me pik, me presje, edhe jo zë, se nuk ndohet mirë, e shtim një germ tjetër, një fjallë tjetër, fillimin... E Kuran Krasniqi heki, E Kuran Krasniqi miku jumë. Mirë, je babaj i një koloneli. Jam tash djalin e madhe kam oficer d'nalt në ushtrinë e Kosovës, FSK tash me shkurtesa. Lëvizje mirë e shpejtë, jam shumë i kënaqur, mirë po. I gjave të kështu... Karoseria ma duket shumë i ri. Mirë, janë $1 nga pak, po mirë. Nga pak, kushineta. Kushineta që i thonë ta. Mirë jam. Edhe je i kënaqur, je i lumtur që... Shumë i lumtur me djalin që e kam këtu. E shef djalin të në oficer të ushtrisë. Ajo ishte ëndra ime që t'jem edhe une pjesë e ushtrisë, por ashtu ndodhi edhe ma plotësoj dëshirën. Kështu i gjatë, i madh 2 metra... Edhe djali mirë është, i kanë gjo babit. I kanë gjo babës. Sa
Qa fmiki? I kam 3 dje me një vajzë, mirë po 2 tjertë, se kjo është i madhe, kanë shku jashtë. Jashtë? Njoni në Zvicër, tjetër në Suedi, vajzën gjithashtu një vajzë e kam, edhe ajo në Zvicër, të më thonë, kjo është për keqardhje që apo ndodhë me neve, mirë po, fati jonë është... Duhet bëjmë të punojmë që njerëzit tanë të mos na ikun jashtë, edhe pse mërgata ti vetë ke përjetu një periudhë që 50 vjetë më gjavit me të thonë drejten, na monë. Po. Na monë, se vinë pare, kështu të thapë. Se na fresh kapital nuk kryojmë shumë. Jo, burimi kryesor... 1 miliard eksport e 9 miliard import. Kjo është e vërtet. Dhe një ditë, qka i the e Koronit, do ma një kongë edhe mu se vallahi ta... Realisht a im tha mu. A i tha ty? Se kur rishim nejet lira e me Zhasharkin, ose Qiftelin, këndojsh. E tha, ti tha duhet me pas një kongë, dhe të këndu me tonën. A s'ke pas tjetër? Kam provu ma heret, një klip e kam të vitit 2006, gjithashtu një balat si kjo që do ta ndëgjojmë sonte. Mirë po, si kur e lashonash. Edhe jo, tha, Hekuroni, dhe më kjo është njeri i befasive. E kemi bo një tekst për një kongë që do të këndohet ma vonë, arsyet janë natyres tjetër, inshallah do të zbuloj të ti, edhe e bom një kongë dul mirë, e mbojmë në arkiv, deri sot i vi momenti me këndu, kurse ma vonë, provume dhe disa tjera. Qka movimenti gjavit, do më thonë, duhet luftarët e liris më shlirue, me orë në Prishtinë, e na mja u kënu kongëve. Privatësi ka më të thonë, ki më kuptu pse, mirë po, është një kongë që do t'i vi momenti me shfaqë, për ndryshë është e gatshme. Pastaj mi ka bod disa kongë për dëshmor, kam këndu për Flamurin Kuqezi, e kam të realizu me si klip, një dëshmorit tonë atje mentor Morina, ja kemi bo një kongë, se shpeti do t'ja bojmë realizimin e klipit. Të mon, më ka shtin rjedha, më ka këthy një jetë. Ka këthy në vetë vete. I lumëtur për këtë. Shumë i lumëtur e falenderoj, s'ka mënyrë që shta të falenderoj vetëm kështu për mes ekronit një falenderim për jetë. E gjavit, ishte knasi që t'kisha musafir. Falenderit shumë për ftesën, knasje është komplet e imja. Falimderit që ma ktheve borgjën. Gjithashtu... Se ta kësha kënu këthema borgjën, e këthema borgjën si i liri, dhe merdhe dhe ti mua musafir një dit në spektaklin tonë, këtu në Odeon. Besoj edhe që edhe kam tjera do shpalosim, edhe vazhdo, ne kemi fatin e mirë që ta dëgjojmë në vazhdim këngën që ka titullin? Në dritën e hënës. Në dritën e hënës. Teksti? është një balad, këtë tekst e ka fillu një vajzë, emrin e ka Hedije Latifi, kur i thash ma gjej se është një kohë gjatë që me i ka pasdon vargjet, ma dërgoj jo të kompletume. Edhe i ashtuva, e Koronin e kisha aty, edhe e bom një balad, besoj që do të pëlqejet të publiku, brenda soj ka pak kujtime, se edhe mosha bënd vetën... A janë kujtime të tjerë ma atuat? Jo, ti këndojmë dhe më thonë... Gjavet mos të prekum në i sen? Jo, nuk do të rëzikojmë që rëzikojmë, shtu në... Po do të kujtojmë dashurin që është zbe si figurë, si fytyrë, ashtu e ka dhe për mbajtjen, me zje njofta, mirë po dashuria egziston ende. Ne të mbajmë të uartë, të urejmë shumë sukses në rrugtimin tënë, tani artistik, një dëshirë akoma e pa përmbushur mjaftueshëm, edhe që bëhet një moment, një tik ku përndizet edhe shumë bukur, sepse zërin e ke, mundësit janë, tani bëjmë gjërat bukura. Gjërat artistike janë ato që kultivojnë shpirtin edhe mendjen e njeriut dhe i qojnë gjërat lartë në atë etrin e asaj që quhet jetë e mirë, shpirti mirë, përbajtje mirë, pozitive, energji e kështu më radhë. Do e tërkitjet e botës kemi në t'i dhonë. Faleminderit shumë. S'kena për ty, Xhavid Bui. Faleminderit shumë.
Dritën e hënës, fytyren ta shoh, ke pamje krejt tjetër, me zi të njoh. A thua val vite, të ndryshuan ka që shumë, apo brengat që i baje, fshehur nga unë. Zjarri dashurisë, të kun kur su shua, son të kjo dritëne, të ngjallë thellë në mua. Zjarri dashurisë, të kun kur su shua, son të kjo dritëne, të ngjallë thellë në mua. E heshturin pra meje, me zemra me troke, dashuria jo su shua, por kujtim na mbe. Le të vije agu i ditës, të na shuaj këtë marë, ta shoh pra buzë qeshjen, dhe të ndjehemi gjatë. Zjarri dashurisë, të kun kur su shua, son të kjo dritëne, të ngjallë thellë në mua. Zjarri dashurisë, të kun kur su shua, son të kjo dritëne, të ngjallë thellë në mua. Zjarri dashurisë, të kun kur su shua, son të kjo dritëne, të ngjallë thellë në mua. Thellë në mua. Edhe sonte ishte kjo të. Qeni mirë, emëroni bukur, Bukur edhe e zgjohuni zgjoni në paqe paqe. të gjithë. Natën mirë, mirë pas mjavës tjetër. Natën.